Të gjithë ekipet janë aktive, për momentin janë në 4 lokacione, në malin e Brisë, në Kleznën e poshtme, në Shas, po ashtu kemi edhe flak të madhe këtu afër Lamigës. Ne i kemi transferuar gjithë automjetet edhe gjithë zjarrfiksat janë në terren, që dje që në orën 8 të mëngjesit pa u ndalur deri më tani. Cili është ai rast apo pretekst i këtyre zjarreve që janë vërë? Po jo, domethënë ende nuk e kemi analizuar, por shpresojmë që sa më parë, domethënë ta ndalim, sepse edhe era nuk është shku në favorin ton, kështu që shpresojmë që edhe me ndihmën e helikoptereve nga Drejtorati për Mbrojtje dhe Shpëtim, po ashtu edhe nga ushtria, do t'i vijmë fundësit. Po normal do të vazhdojmë me aktivitetet konstante me shuarjen e zjarrit, do të jemi të kyçur në pjesët më kritike, sidomos ku në vendet ku janë të banueshme, ku ka shtëpia, aty edhe jemi të fokusuar më së shumtit, por edhe në pjesët tjera pyjore, malore e tjerë.